Zoti prokuror, ju tha që për SPAK-un të gjithë janë të barabartë para ligjit, që kjo është një nga parimet themelor të shtetit të së drejtës, por realiteti tregon që drejtësia ka vepruar me standarde dyfishta, për vetë faktin që zyrtarët e lartë të qeverisë, për të cilët janë bërë akuza publike për shkeljet e barazisë në tendera, korrupsion, pastrim parash, nuk janë kërkuar masa sigurimi, ndërkohë që ndaj drejtuesve të opozitës janë vendosur masa të gjata kufizuese. Dhe po u asjell konkretisht, prej rreth 3 vitesh, lideri i opozitës, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, mbahet në masë sigurimi. Fillimisht detyrim paraqitje, ndalim dalje jashtë shteti, 1 vit arrest shtëpie dhe sot është detyrim paraqitje 2 herë në muaj. Cila është nevoja, rrethanat konkrete, që Sali Berisha duhet të paraqitet 2 herë në muaj përpara SPAK-ut. Ndërkohë që zoti Berisha ka aktivitet publik çdo ditë dhe është e verifikueshme që është në vend dhe nuk ka asnjë arsye që kjo masë të vazhdojë të jetë në fuqi. Por duket qartë që është për përdorim politik. Ashtu siç edhe kryetari i Partisë së Lirisë, zoti Meta, vazhdon të mbahet në arrest në Burg dhe këtu dua t'ju shtroj edhe si pyetje zoti prokuror, për sa kohë kanë përfunduar hetimet, pse vazhdon të mbahet në masë në arrest në Burg zoti Ilir Meta, ndërkohë që Belinda Balluku, pavarësisht se ka akuza të rënda për shkeljet e barazisë në tendera, korrupsion, pastrim parash, sot që flasim, ish zëvendës kryeministra vazhdon të jetë e lirë dhe rrezikon të prish prova, të intimidojë dëshmitarët, ashtu siç ka dalë edhe në përgjime. Pse tani që vetë SPAK që ka bërë publik rëndimin e pozitës së Belinda Ballukut me dyshimet për korrupsion dhe pastrim parash, nuk i drejtohet Kuvendit Republikës Shqipërisë me kërkesën për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj. Në dhjetor, pasi pozita penale e ish zëvendës kryeministrës u rëndua për të njëjtën vepër penale, SPAK e ashpërsoi kërkesën për masën e sigurimit nga ndalimi i daljes jashtë shteti tek kërkesa për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj. Kush po e pengon prokurorinë e posaçme të zbatojë ligjin? Kur ligji e thot qartë se kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit. A ka ndërhyrë kryeministri Edi Rama për të shtyrë të paktën deri në shtator zbatimin e ligjit për çështjen Balluku? Si garantoni qytetarët se SPAK-u zbaton të njëjtin standard ndaj çdo zyrtari apo politikani, pavarësisht përkatësisë politike dhe se drejtësia nuk perceptohet si selektive? Në çështjen ndaj zotit Berisha, SPAK ka ngritur akuza që lidhen me një proces ku përfitues kanë qenë ish pronar, që ka qenë pjesë edhe ish programit të Partisë Demokratike. Dhe nga ana tjetër, për ligje me efekt nominal që favorizon një subjekt privat me 4.2 milion euro nga fondet publike, dua t'ju pyes që a ka njësur SPAK një hetim ndaj kryeministrit Edi Rama? A ka njësur SPAK hetim ndaj kryetares së Bashkisë Kurbin, lidhur me administrimin e fondeve të rindërtimit pas tërmetit të vitit 2019? Dhe nëse po, në çfarë faze ndodhet ky hetim? A konsideron SPAK se ka elemente të veprave penale të korrupsionit apo shpërdorimit të detyrës në procesin e rindërtimit në Kurbin, duke patur parasysh denoncimet publike dhe faktin që shumë qytetarë sot vazhdojnë të jetojnë në pallate të pabanuara, shumë qytetarë nuk kanë marrë banesat e tyre, nuk kanë marrë bizneset e tyre dhe vazhdojnë të mos u dorëzohen pronarëve dhe po përdoren për qëllime elektorale. A mendoni se mos veprimi përballë këtyre denoncimeve cënon besimin e qytetarëve tek drejtësia? Dhe kur mund të presin qytetarët përgjegjësi ligjore për çdo abuzim që ka ndodhur me fondet e rindërtimit në Kurbin? Faleminderit. Këto ishin gjitha komente, qëndrime, pyetje. Okej. Unë si ndaj do të ndaj vetë drejtuesi që besoj që i ka mbajt shënim pyetjet. Faleminderit zonja Hoti. Në fakt, gjitha pyetjet tuaja lidhen me çështje konkrete dhe unë nuk kam koment për asnjë çështje konkrete. Secili person që ka një proces gjyqësor, kushdo qoftë ai, ka të drejtën që të kundërshtojë vendimarrjet e SPAK-ut, ka të drejtën të dëgjohet gjykatë dhe është gjykata që ka kompetencën të përcaktojë çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Kundër të vendimit të gjykatës ekziston edhe tankimi në gjykatat më të larta.
kështu që unë nuk kam një koment për çështjet që ju përmendët. Për sa i përket ndërhyrjeve të kryeministrit, nëse ju mendoni, nëse keni prova, paraqitjen ato për ndjekje penale në organin kompetent. Unë qëndroj të njëjtin mendim që janë të gjithë të barabartë para ligjit. Edhe kam bindje këtë gjë. Për çështjet e tjera që u pyetët për lidhur me bashkinë Kurbin apo rindërtim, unë nuk mund të as të konfirmoj, as të mohoj ecurinë e hetimeve, dhe as të diskutoj se nuk është as vendi në këtë komision. Personat që kanë paraqitur kallëzim penal ka të drejtën për secilin kallëzim të kërkojë informacion për ecurinë dhe të njoftohen sipas rregullave që parashikon Kodi i Procedurës Penale. Faleminderit. Po, faleminderit zoti Brau, zonja keni ju koment? Ajo, pyetën mbaruan, që të bëni koment? Thjesht për qartësi ndaj qytetarëve, zoti kryetar, me që çështja për rindërtimin në Kurbin ka një rëndësi është shumë e rëndësishme për ata qytetarë atje, mendoj që duhet zoti prokuror të jepi një përgjigje, sepse edhe ndaj prokurorit Dumani të njëjtin pyetje kanë patur për kryetaren e bashkisë Kurbin Majlinda Carën, që është marrë në hetim kjo kryetare e bashkie për gjitha abuzimet që ka bërë me fondet e rindërtimit, dhe mendoj që sot duhet të jemi një përgjigje qytetarëve që të paktën a ndodhet apo jo në hetim. Okej. Ishte shteruese përgjigja e drejtuesit prokurorisë, kështu që ky ishte tashti, po bëre pyetje konkrete atë përgjigje do marrësh. Besoj se edhe për ju është e qartë, unë e kuptoj shumë që besoj ka gjë keni të qartë. Mund t'i bëni një kërkesë me shkrim, t'ja përcjellë komisioni dhe t'ju përgjigje. Kur janë çështje konkrete, zonja Oti. Çështje të tjera askush nuk ju ndërhyri, mund të bëni sa doni pyetje. Vjen keq, ju lutem, të jemi korrekt me të paktën reciprokisht.